shoka, shaka, edhe ishisha popullë si pritte, si dur trokiste, dhe sha... Ljumëturohaj populli. A ka mundësine e herune, tja maj, në vend këtyne ta bëj një gjatë tjilë. Pra dhe edhe kur kum dalë para publikut, kum një vetën mas miri, e ma të gëzumi. Ti ljumëturohesh me ljumëturina atyre? Me ljumëturine të tjerve. Edhe aktori çdo gjë jepi vete për mi knoqë ata. Mi knoqë tjerë. Po një kosisht e knoqë të në vetë vetën në fund. Shumë e vërtet. Po mirë, nuk e keni lënë vetëm aktrimin, e përmendët pak ma herët gazetarin, fotoreporterin, librat, keni mbi 20 libra, mbi 20 vepra të cilat ju keni shkruaj gjatë viteve. Po isha fotoreporter që e përbena, po i shkruja dhe disa kronika, se unë ma tje për di me shkru kronika se ndoni diçka tjetër kështu, edhe në atë ku e maja një pjesë të humorit në botën e re. Po. Shujmarë djallë, shitëft shita, ju ndetë, po mbi konvikt o rëzita, se deshin femnat mbi konvikt më rëzita. Rëzit pak, a? Mu kujtu njëna pejtyne. Po. Dhe tani, një vajzë, në konviktin e studentëve, në konviktin nëmër 2, tu i ledzu ato humoreska, edhe tu javë ledzu shoqev. Edhe tu i tha, ku shok i dreq? Ku shok i dreq i pa shkru në kështu? Dhe një dit, shkoj me bo një intervist me do studente në banes. Dhe që lej në banes të asaj vajze, por që aja vajze nuk ka qena ditë atë. Po. E nësë unë shkruj artikullin, qësë fotografin, kërë shaja që këtë drejsh ka konë banes të emë së këmë ditë. E kush ke aja vajzë, ke Hatigja jem që e bona grue ma vënë. Hajde! Ha! Dhe me thonë, pjo thëtë shohë që ve kjo i fejume jem, kur u fejume. Dhe që jo të regoju ma drejtë. E kom gjithë drejqin. E kom gjithë drejqin. Kjo a i drejqin që i thësha atëhere. Sa histori e bukur. Ba, sigurisht, të na kom vazhdu shkrimet, kom vazhdu dikur edhe poezit, po drejtë me thonë shkrimet nuk kom guzu, si jem koj guzim shumë, së kur që jem ko me aktrim. Po. Me aktrim e koj guzim shumë. Pëlqej, ju në aktre, është që shdu me aktru. Po me shkron pak ma problem, dhe me ditë me shkruan që me të pëlqyë dhe të jatë një edhe të gjithve, po. Edhe të na fillova edhe botimet, dhe po e përmeni shumë herë, kom hos kom qara pa e përmeni prapë. Sa i përket krimtaris, pa ta fil Kilmendin, një profesor i njori i universitetit, tani, ma vonë, kolegi imi në shkollë fillore në atë ku, që në dhërë të gazetën dhe rrezet e reja, pa ten nuk isha fillu me shkru. Pastaj, tana këtu vepra që i bojnë sëtë që këtu e kom edhe këtë liber, edhe këte, po i kom edhe ditën e plisit, që sëtë fillu me përpunu për botim, e që librin e plisit e përgadis edicionin e 12 me Pren Buzhalin, me kritikun letrar, poetën, shkrimtarin. Dhe pa te, sigurisht, se do të kisha mërin këtu ku ku mërin krimtari. Këta dy janë krimtari, normalisht që më kanë shtijen, më mësu nëtë me nëtuën. Të në e në bon bi 20 vepra, 40 vepra të botume. Kam vepra autoriale, të pregaditura, edhe në bashkëautorësi. Në më honë për i gjitha këtyre. Me gjitha këtyre 20. Kam zhandret ndryshme të veprave, po ma shumë kam monografi, kronika, poezi, për folklorin, po këtu janë që ma tepër jë marrën. Të ajo pjesë, po. E kemi Klea dhe Zugu, dhe po bënë shumë përshtypje, e përmenda dhe mak më herët që thamë kemi me folë pak edhe për Nipat Dëmbesat. Me qenë se e përmenda Hatigjen? E normalisht? Nga ju dhe Hatigja? I kem fëmijen. E po. A i përshëndes, a bo mi përshëndes? Po me knacin më të madhe, po pse ju? Përshëndes vojzën e madhe Majlinden. Përshëndes Pranverën, Venerën, Albanën, djalin Arianitin, edhe vojzën Kaltrinën. I përshëndes